أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا فتى الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Sikur se ne ta kishim zbritur Kur'anin mbi ndonjë kodër, do ta shihja atë kodrën të strukur e të qarë nga friga apo për frigës së Allahut Azza wa Jall. Sikur se këtë Kur'an, të cilën e kemi zbritur juve, o ju njerëz. Atë që madhë është ky libër, atë që shajt është ky libër. Atë që do bëshëm për njerëzimin është ky libër. Aq urtësi kanë ajetet, urdhëresat, ndalesat e këtij libri. Aq shumë do duhej të ndikoj ky Kur'an për atë që e lexon dhe kupton. Në zemrën e tij do duhet të ndikoj të alkund zemrën, sa që ky Kur'an është i atij rangu që po të ta kishte zbritur i madhi Zot mbi ndonjë kodër, apo ndonjë mal, e pastaj kodrës apo malit me i dhanë logjik mendje, e me kuptue domethënien e Kur'anit, ajeteve kur'anore, madhështinë e këtij libri, nuk do të kishte mundur kodra të qëndroj e tillë statike, stabile, siç është. Por do të ishte strukur dhe do të ishte qarë nga friga e Allahut të madhëruar. La ilahe illallah, e që nën kupton, ka sa të dush zemrat të njerëzve që ky Kur'an nuk u alen asnjë gjurmë. Madje i kanë zemrat më të forta, më të ngurta, se sa kodrat apo shkëmbënjet. Sepse shkëmbënjet, kodrat e malit, me gjithë ngurtësinë e madhe që e kanë, forcën e madhe që e kanë, prapë se prapë, po të kishte zbritur Kur'anin mbi to, e të kishte dhënë Allahu mundësi me kuptu Kur'anin, që kupton insani, kodra nuk kishte mund me qëndru statike si që është, si kodër. Por ishë qa, ishë rëdzu, ishë bob, ishë borrash për tukë. La ilahe illallah, nga frigat madhe të Allah. Këtë në ka cekur Allahun në mënyrë edhe më të drejtë, edhe me trupe, me qartë, në surat al-Baqara, kuj madhe Allah Azza wa Jall thëtë, وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Edhe ka prej gurve, ka prej gurve, të cilat shpërthejnë dhe dalin lumejnë për insan. Dhe ka pej shkëmbinjeve, pej gurve, të cilët qahen dhe dalin burime kroje. Dhe pjesa fundit, dhe ka prej shkëmbinjeve të cilët
bin min khashjetillah, nga friga Allahut, peslarti poshtën tokë. Për ta vërtetuar këtë, del shikoj burimet e lumenjeve, shikoj burimet e krojeve që ju dalin për shkëmbënjeve, dhe të tretën, qëndra përballë shkëmbënjeve për një pjesë kohe. Qëndra dhe meditar, dhe kime pas se kohë pas kohe bin gurt prej larti, bëm poshtë. Dhe kujto këtë ajet koranor. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Dhe ka prej gurve të cilët bin poshtë nga friga të madhit Allah. Atë në surat al-Baqara. Ndërsa këtu në surat al-Hashr, po thot Allahu, po ta kishëm zbritur këtë Kur'an kodrave, ndonjë kodra, apo ndonjë shkëmbe, apo ndonjë mali, dhe që ja kishëm dhënë aftësinë të kuptuarit, që ja kemi dhënë insanit me kuptu, ai do të ndikohej, ajo kodër, madje do të strukej, madje do të qahej. Pra nuk do të mund të adorante nga friga e madhe Allah, nuk do të mund të rezistante e të rënte duar kështë themi ne. E insani gajle nuk e ka. A shef se zemra e insanit nga njëherë është më fort se sa guri Allahu në ruajt. Por atë zemra dijeni dhe binduni se janë të përgatitura para prakisht për xhehenem, Allahu na ruajt. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, dhe këta janë shembuj të cilët u shkëlqisim njerëzve apo u sillim njerëzve që ata të mendojnë. Pra këta shembull që i sillim ne njerëzve të Allahu Azza wa Jall, shembuj të ndryshëm Koran, këta që cek këto dhe të tjerë sa të dush, u sjell Allahu njerëzve, ndoshta ata nalen e mendojnë, ndoshta. Le të mendojnë, le të meditojnë, hapësirë kanë, mundësi kanë, material kanë sa të dush. A duan, as duan mbetet të vendosen ata vetë. Sepse Allahu është i drejtë, nuk dënë t'ja imponoj askujt. Mundësin ja jap, hapësirë jap, por me imponu nuk e imponon askënd. Të bareke wa ta'ala. Pas kësaj, i madhi Allah Azza wa Jall fillon ta përshkruaj lartë madhërinë e tij, vetveten e tij me emra të bukur. Pra ai që zbriti këtë Koran është i përshkruar me këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë emër. Thot Allahu, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ai i cili zbriti Koranin është Allahu Azza wa Jall. Ajo është Allahu, nuk ka zot tjetër pos tina. Ai që zbriti Koranin është Allahu. Allahu është Zoti i gjithësisë, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet, të madhrohet përpos tina. S'ka kjo gjithësi krijues tjetër. S'ka kjo gjithësi zot tjetër që meriton të madhrohet, të adhurohet. Nuk ka. E pastaj thot, Alimul ghaibi wash-shahada. Allahu është ai njohësi i të fshehtës dhe të dukshmes. Alimul ghaibi, njohësi i të msheftës, wash-shahada dhe të dukshmes. Është Allahu i cili din. Çdo gjë, din të msheftën e çdo krijese. Të msheftën që ka në qiell, të msheftën që ka në tokë, Zotën për të nuk ka të msheft kur gjë, por e msheft në sytë krijesave, e jo në sytë krijuesit, sepse për krijuesin nuk ka asgjë të msheft. Por e pra drejtohet neve, andaj neve na drejtohet me fjalë që i kuptojmë ne, me mentalitetin tonë si njerëz, themi kjo është e msheft, kjo është e dukshme, kjo shifet, kjo nuk shifet. Natën në gjërat e padukshme, ditën e gjërat e dukshme, gjërat e brendshme të padukshme, gjërat e jashtme të dukshme. Kështu shprehet njeriu dhe kështu dhe ka të drejtë, por te Zoti edhe ato dhe ato, edhe të natët voglat, edhe ato që janë ndritë dhe në rësirë, edhe ato që brenda që janë jashtë,
për Zotin janë të dukshme krejt, të gjitha i di të bareke wa ta'ala, pra Allahu din çdo gjë të bareke wa ta'ala. Hua Rahmanu Rahim, Allahu është gjithë mëshirshëm dhe mëshirplot. Mëshira e tina ka përfshi çdo gjë, wa rahmeti wasi'at kulli shay, siç ka thënë Allahu në suratul Araf, dhe rahmeti jam ka përfshi çdo gjë. E këtu për përshkruan vetën e vet, sikur se shumë ajete që ka përshkruar më herët, se Allahu është Ar-Rahman, Ar-Rahim, është gjithë mëshirshëm, është mëshirbërës, mëshirplot, dhe mëshira Allahut ka përfshi çdo krijesë në këtë dynja, madje ka përfshi dhe vazhdon të përfshi të mirët dhe të këqijt, të përfshi edhe armiqt e dushman më të mëdhej të Allahut të madhëruar. Andaj, mos ndërhyj mes Zotit dhe robëve tina. Ai mëshiron njerëzit. Pse po i mëshiron? Pse është i gjithë mëshirshëm? Sa i vetë ka thonë, wa rahmeti wasi'at kulli shay. Rahmeti jam ka përfshi çdo gjë. Çdo gjë, çdo krijesë në qiell, në tokë që ka krejt. Andaj çdo gjë është perande rahmetit Zotit. Dhe me rahmet Zotit. Dhe asgjë s'mund të jetoj, s'mund të funksionoj, s'mund të veproj pa rahmet Zotit, pa mëshirë Zotit. E tani ata që ja din sikur se ne, ndërsa ata që nuk ja din sikur se pa besimtarët, por frytet e këtij besimi dhe mosbesimi vjen koha për të vjelër më vonë. Ndërsa këtu në këtë dynja, mëshira Allahut ka përfshi çdo gjë. Allahu është i mëshirshëm në dynja dhe është i mëshirshëm në ahiret. Përpas që në dynja është i mëshirshëm për të gjitha krijesat e tina, ndërsa në ahiret është i mëshirshëm për besimtarët e tij. Ndërsa është i drejtë për jo besimtarët, ama jo i mëshirshëm. Mëshira e tij në ahiret për jo besimtarët pezullohet. Mëshira e tij në ahiret për besimtarët shumë fishohet. Shumë fishohet. Në këtë dynja një hisë e mëshirës të Allahut e ka zbritur Allahun këtë dynja. Një hisë, dhe me atë hisë të mëshirës krejt krijesat të dynjas mëshirohen, madje siç ka në hadith edhe shtaza, nama shtazë e ëma e ngrit kamën e vet për mos me shkelur të voglin e sajna, të pasalindur, të paafta dhe me lëviz me rahmetin e Zotit. E i ka ruajtur 99 për ahiret, për besimtarët. Pra është i mëshirshëm në dynja dhe në ahiret. Tebareke wa ta'ala. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Allahu, aja është Allahu tebareke wa ta'ala, që nuk ka zot tjetër pas tina, prapë përsërit. Nuk ka zot që meriton të adhurohet, të madhrohet, pas ti tebareke wa ta'ala. E pastaj cek emra të ti disa prej tyre, el-Melik, el-Quddus, el-Salam, el-Mu'min, el-Muhejmin, el-Aziz, el-Gjebbar, el-Mutakabbir. Dhe shkojmë një nga një në pikat shkurtra, flasën për këta emra. Pra Allahu është ai i cili nuk ka tjetër pas ti, Zot të vërtet, krijues gjithësisë, që meriton të adhurohet, të madhrohet, të nështrohet robi, të bjensesh dhe robi, të lutet, të shpresoj për pasmadhet Allah. Tebareke wa ta'ala. Ai është el-Melik. El-Melik, ai është mbret. Ai është mbret tebareke wa ta'ala. Apo thuaj është sundusi, tebareke wa ta'ala. Ai është sundus. Allahu është sundus, tebareke wa ta'ala. Sundus, el-Melik, sundus, sultan, mbret, pushtetar, qysh dush, gjitha këtë përfshi. Melik dhe mbretit, po mbreti i dynjas, në tokë, dhe mbreti i gjithësisë Allah, vesh namen në gjasën, në asgjë tjetër, namen. El-Melik, sundusi, mbreti, i gjithë përshtetshmi, sundimtari, pushtetari, sultani, Melik, i cili ka ndorë çdo gjë, dhe bën çka do.
brenda pushtetit të tij. Dhe ka kompetenca absolute për shtetin e tij. Por mbretërit nuk kanë kompetenca absolute mbretëninë e tij. Ata s'mundin të bëjnë çka dojnë mbretëninë e tij. Madje ata shumë pak bojnë, sepse s'mund bën vetë ai. Këtu Allah po vetëm. Ai mendimet e tjerëve. Të mënumet e tjerë. Tanë ata herë rrajnë, herë mashtrojnë, herë e ngojnë, herë të projnë, herë e lojnë mango të tjerë. Herë e dinë, herë se dinë. Pse mbretënitë e dunjas? Por Allah është el-Melik, Tebareke ve Teala. Është sundus i kësaj gjithësie. El-Melik, el-Quddus, Allahu el-Quddus është i pastërt. El-Quddus i bie i pastërt. I pastërt i bie dhe i shenjtë. I bie i shëndritshëm. Pra Allah është i pastërt, është i zhveshur nga çdo emet, apo mangësi që mund të mvishet nga të tjerët. El-Alusi koment të këtij emri ka thonë, El-Quddus është pastrim i skajshëm nga çdo mangësi. Është ai i cili të përket për kryerja në çdo cilësi, që është për të, ose është ai që nuk përkufizohet dhe nuk imagjinohet. El-Quddus. El-Quddus, pra është edhe i shajt. Për atë i shajt, të krishterët e përdorin këtë shprehje shumë, a më përdorin për të partë të tyne. E përdorin edhe për Allahun, po e përdorin edhe për papën, për priftat, për Isen, për Mërjemen, për Shën Palin, figurat e tyne që kanë të mëdha, figurat të mëdha që kanë në fenë e tyne. Dhe thojnë el-Qiddis, i shajt, e marrë prej kësaj fjale nga aspektin gjuhësor. Për ata ne themi në Islam në s'kem Quddus, ne themi në kuptim, e shajt, gjamijat e Zotit, Bejtul Maqdis, o shtëpia e Zotit, në këtë kuptim e shajt, sepse Allah ka shëjtruar, ka madhruar, ka beku, e tjerë, por për ndryshke i përket vetëm të madhit Allah, Tebareke ve Teala, dhe as kujt tjetër, nuk i përket as pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për ata këse kënë dëgju kurkan, as kemi ndëgju deri kiamet, që dikosh i thot pejgamberit Quddus apo Qiddis, asnjëherë, të muslimanët, jo, të tjerë, po. Sepse na e dim që ata i ngritin krijesat në rang të krijuesit. Na jo. Të ne është çështje tjetër. Pra el-Quddus është i pastërt, i shajt, i pastërt nga tmetat, është i shajt, është i patmeta. Tebareke ve Teala. Es-selam është paqëdhënës. Es-selam është ai që jep qetësi. Es-selam është ai që shpëton. Shpëtues. Es-selam është ai që nuk ka tmeta, është i pastërt nga çdo emet, nuk ka asnjë të ligë. Es-selam ka shumë kuptime. Es-selam emri i Allahut. Es-selam Darus Salam emri i xhenetit. Po dhe dini jonë është dinu selam, për ata është Islam për i kësajna. Sepse ka të bëjë këtë për këti emni. Es-selam, paqëdhënës, siguri. Po es-selam është edhe pastërti. Pastërti, edhe në kuptim real, po edhe kuptim figurativ. Allahu është i pastër nga të metat. Për ata emre es-selam dhe Quddus janë dy emra të veçantë, që përkasin Allahut, për ata në themi taqaddaset asma'uhu, wa sifatuhu, wa dhatuhu, Allahu është i shenjtë i lartësuar. I përdorëm të dy emra, es-selam edhe el-Quddus, për ta zhveshur, spasruar të madhin Allah nga të metat të cilat e jam në veshin ku është do qoftë për jo besimtarve. El-mu'min është sigurusi,
është vërtetuesi, është dhënësi i sigurisë. Mu'min është ai që tap siguri, është ai që mban premtimin. E Allah mban premtimin e vet, nuk e thën atë. E mban premtimin e vet se do të shpërblej robët e mirë në ditën e gjykimit. Siguron dhe qetëson robët e tij në këtë dynja kur janë në hall dhe në dert. Për ata robët e Zotit këtë besimtarët janë më të qetë sa të tjerë, sepse Allahu i siguron. I siguron robët e tij në prag të vdekjes, kuptimi i fjalës el mu'min. I siguron robët e tij kur dalin para tij ditën e Kiametit, kuptimi i fjalës el mu'min. E siguron. Se kuptimin gjithësor, el mu'min është me dhënë dikujt siguri, el eman, me dhënë dikujt siguri. E Allahu o jep siguri robëve të tij në këtë dynja të jetojnë si besimtar, o jep qetësi, i siguron edhe në prag të vdekjes, se krejt ke që ka shku mos mërziten për te, edhe për atë që vjen mos tuten për te, se kanë me pas mirë, se kanë punu për atë ditë, me emrin Allahut Azza wa Jall. El-mu'min, el-muhejminu është mbikëqyrës, është mbizotrues mbi çdo gjë çfarë ekziston. Është dëshmues i çdo gjëje çfarë ndodh. El-azizu është plot fuqishëm, është fuqi plot. Fuqia e tij është mbi çdo gjë. Tebareke ve Teala. Nuk krahazohet askush me fuqinë e të Madhit Allah, Tebareke ve Teala. Për atë Zoti nuk ka nevojë për askënd. Fuqia e tij është e pafund. Bën çka don, kur don, si të don. Nuk ka nevojë me pyet askënd. Për asgjë. S'ka nevojë për ndihmën e askujt, për asgjë. Tebareke ve Teala. Është el-Aziz. Allahu është el-Jabbar. El-Jabbar është imponues. Imponues. Imponues ka shumë kuptime. Është edhe mbizotrues mbi çdo gjë. Baza e saj imponues është el-Jabr, është kur Zoti bën diçka pa të vetë hiç, të imponon, të detyron. Ç'të me zar? Se fjala vje fazat e njerëzimit. Kush po të vetë ty apo do më plak as po do? Pra është mejbur, është i detyruar. Është mejbur, ka përdor pleqt, mejbur, i detyruar. S'mund të ik ligjeve të natyrës njeriu. Është i krijuar çashtu, me untu, me u lodh, me pas nevojë me për gjumë, me pas nevojë për tjetrin, e tjerë. Është i mejbur, është i krijuar e tillë. Dohet më rrit, do të më plagë, do të më harxhu, dohet edhe me dek, mejbur. Pra, Allahu është Jabbar, Tebareke ve Teala, anëpse është kuptim edhe Jabbar, është i gjithfuqishëm, është mbizotrues mbi çdo gjë, është rregullues, është përmirësues i të gjitha çështjeve, por në këtë kuptim i bën krijesa pa i vet ato çka don ai me bë. Ai çka don me bë, jo çka bojnë njerëz, çka dojnë njerëzit. Çka don Zoti bëhet e jo çka dojnë njerëzit. Tebareke ve Teala. Njerëzit mundohen me shty jetën të azam 200-300 vjetë, mundohen me nalë kiameti, mundohen, por çka don Zoti bëhet e jo çka dojnë njerëzit. El-Jabbar, el-Mutakabbir është madhështori. Madhështia e tij nuk krahazohet me të perceptuarit e mendjes së njerëzve. Ky emër është sekur vetëm një herë në Kur'an dhe këtë në këtë surat el-Hashr, el-Mutakabbir. Allahu është madhështor me cilësitë e tij, është mbi krijesat e tij, veçohet me ato cilësi nga krijesat e tij, Tebareke ve Teala. Madhështia e tij i përket lartë madhërisë së tij. Ashtu sikur se cilësitë, sifatet që përkasin lartë madhërisë së tij, Tebareke ve Teala. El-Mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun, i lartësuar është Zoti i zhveshur patmjetën nga ajo që bëjnë shirk, ata që i bëjnë shirk, Tebareke ve Teala. Dhe ajeti i fundit, vazhdon ta përshkruaj Zoti vetën e vet, huwa Allahu al-Khaliq, Allahu është krijuesi. Huwa Allah, ai është Allahu el-Khaliq, krijuesi i gjithësisë. S'ka krijes tjetër këtë gjithësi.
Njerëzit nuk krijojnë asgjë. Njerëzit shpikin, zbulojnë, ndryshojnë formën, trajtën të tjerë, por nuk krijojnë. Krijues është një. Huwa al-Khaliq. Allahu është krijues. Huwa Allahu al-Khaliq. Allahu është krijues. El-Bari'u. Allahu është zanafilsi. Është zanafilsi. Zanafilsi është për qëllim filluesi. Fillimisht i ka kriju krijesat pa qenë fare. Pra, i shpike ato me fuqinë e tij pa ekzistuar, nga asgjëja. El-Bari, el-Musawwiru, Allahu është formë dhënëse. O ai jep formën krijesave të tij si çdo ai vet. S'ka kush që mund të ndërhyj. Tebareke ve Teala. Edhe Kamen është përmendur vetëm një herë në Koran dhe atë në këtë sure, respektivisht në këtë ajet. El-Musawwir është ai që jep formën në çdo gjëje që ja ka dhënë vet. Dhe që ditët insani, çdo krijesë në këtë gjithësi e ka formën e vet. Çdo krijesë në këtë gjithësi e ka formën e vet. Tebareke ve Teala. Dhe anë pse duken ty se dy krijesa janë të njëjta, në realitet prap nuk janë të njëjta. Andaj nuk gjen dy krijesa në këtë gjithësi, qoftë të njëjtët specie lloj, që janë të njëjta, krejt të njëjta në çdo gjë të njëjtë. I lartësuar është Zoti, El-Musawwir. Ai i cili u ka dhënë formë dhënësi. S'ka asgjë që s'është prej tij, që ai s'e ka dhënë formën. La ilaha illallah. Sa pema, sa luleja, sa hajvane, sa krijesa këtë gjithësi, se cila ndryshe, këtë ndryshe. Madje edhe ato që duken një lloj, si peshqit, si lullet, si hajvante, ku ta diun, duken një lloj. Këtë zeza, këtë bardha, këtë duken një mase. Prap se prap, nuk janë krejt të gjitha njësaj. Kanë dallim në zvete. Tebareke ve Teala. Kanë dallim, pra asnjë krijesë nuk është e njëjtë si tjetra. Çfarë dihet dohet këto? Ky është Zoti ju. Për ata ne Zotin tonë njohën nëpërmjet emrave të tij dhe cilësive të tij. Pra kur nalet robi dhe mendon, o Zoti jam, sa krijesa ka, sa dush, pa fund. Se cila më e bukur, më mahnisë se tjetra. Pastaj edhe ato që nuk duken të bukura, në të ka artësi. Se puna e derrit. Kush në dynjat nuk thë se puna e derrit, pamja e derrit është e bukur. Ja, pa çfarë. S'është e bukur. Heq. Po ka dhe më të shëmtuara se derri. Allah i ndërrot. Por atë ka artësi. Pse ka zgjedhë Zoti atë pamje të shëmtuar për ta? Po se të insani. Po dhe të insani Allah ka krijuar të pashëm të heshëm, po dhe të paheshëm po të shëmtuar. Ti quajmë ne. A nëse kuptim vërtet insan të shëmtuar nuk ka, por në aspektin gjofsor i paheshëm. A më ka artësia të la ilaha illa. Se kur është artësia të pasuria, ati e pasuni pak punon. E hëtë punon, veç atë dhe pasuni, si me qenë gryke një knante, i pasuni, këtë jetë qëko që të punu, mytë të punu, veti dyte, veti dheti, menze që njihet bok. Kë nuk i ikë Zotit. Nuk i ikë Zotit. Aje din pse i dha këtina, dhe din pse i dha këti ma pak, për mësë me thonë nuk e dha heqë, se mësë me dha heqë këtë desë, se s'ka risk. Po ja, po i dha pak. Ka orësi, në çdo gjë të Allahu ka orësi, tebareke ve Teala. El-Musawwir, lehul esmaul husna, Allahut i përkasin emra të bukur, tebareke ve Teala, e për këtë kemë folë në surët al-Araf atje, të ki gjeshme jeti, lillahi l-esmaul husna fad'uhu biha, Allahut i përkasin emra të bukur, Yusabbihu lahu ma fi s-samawati wal ard. Ati bëjnë tasbih çdo gjë çfarë ka në qiell dhe në tokë. E madhrojnë, e lavdrojnë, të madhën Allah, me dëshirë, pa dëshirë.
me vullnet, pa vullnet. Wa huwa al-azizu, e Allahu, wa huwa al-azizu al-hakim, e Allahu është nga dhënjimtari dhe është i urti te bareke wa taala. El-Aziz nga dhënjimtar i pamposhtur, fuqia e tij është absolute. El-Hakim i urti ku çdo gjë ka urtësi te bareke wa taala. Urtësia e Zotit ka përfshirë çdo gjë. I urtë në fjalët e tina, në veprat e tina, në krijesat e tina. I urtë çdo gjë në vendin e vet. I urtë çdo gjë në vendin e vet. Urtësi shariatit e tina, urtësi ajetet, hadithet, ajetet, urdhëresat, ndalesat, dispozitat e shariatit, çdo gjë çfarë ka krijuar Allahu ka një urtësi, sepse ai vetë është i urtë te bareke wa taala. Allahu na bëj për atyre që përfitojnë për ajeteve të Koranit edhe asaj që dëgjojnë. Allahumma amin. Zoti e din më së miri. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dhe me kaq që përfundojmë këtë surë dhe inshallah taala javën tjetër fillojna me komentin e surës El Mumtahina. Dera atëherë, selamu alaikum wa rahmatullah.